vetura ku kanë qenë, i hapë dera dhe i ka dalë, i ka ra një drunët me krahnor, kështu që e ka dëmtuar zemrën. Shpëtimi ka punu shumë, drejtë me thonë, ka qenë njëri i harreshëm. O knasi me nejt me ta, drejtë me thonë, nga Irak kemi qenë një odë afër spitalit, ku nejshëm deri kanë 3-4 të mëngjesit. A i ka pi shumë duhan, po ashtu edhe unë kom pi drejtë me thonë, edhe atëherë tash, kështu që i qajshëm hallet se çka po bëhet me neve, si po kalon, mirë po edhe një rast me shpëtimin e gratë ku a ditë kur ka ra mina, kom qenë kujdestar në kirurgji dhe e kanë pru me helikopter, Serbë e kanë pru në oborrin e spitalit, e kanë pru dhe jenë kanë të plagosën edhe disa kolegë tjerë ku jenë kanë në atë gjipin ku ka ra mina, shpëtimin e kanë pru në atë dhëmë në podrum ku më pas e kom pas dhëmë timen, zyrët timen, përpara o kanë pranimit të kirurgjisë, me pas e kemi ba laparaskopin ku e kom pas zyrën time. Dhe drejtën me thonë, sa herë kom hinë në zyre mu ka kujtua shpëtimi i cili në farë mënyrë vdiq në atë dhëmë ku ishna çdo herë më pas. Kështu që me shpëtimin më ka tregu edhe raste tjera, a i ka shëtit nëpër Kosovë dhe ka ndihmuar shumë me pajisjen me aparaturë dhe të këtyne spitaleve të ndryshme edhe në Dugaxhin, edhe në Malishen nga Irak, në Drenicë. Herën e fundit gjithësisht kom taku kur ka vdek, mirë po në korrik në 98-ën kom nejt 5 ditë me ta. Edhe ka ardhur dhe mi ka dhënë këtë anestezionin për pacient cilët i kom operua. Ai ka fol pas kësaj plagosjes se e ka gjujt vetura ku kanë qenë, i hapë dera dhe i ka dalë, i ka ra një drunët me krahnor, kështu që e ka dëmtuar zemrën. A i ka mujt me fol, ka thonë ma shpejt me mujt me ardhë kënë se dhe në spital, mirë po e ka dëmtuar zemrën, kështu që dal nga dal edhe ka hup, ka ba gjakderët në mrenshme, edhe ky helikopteri është zbanuar dikun 2 orë derisa kanë ardhur dhe kanë pru në spital. Kështu që për fat të keq ai ka shku në atë gjendje, i ka qenë i vetëdijshëm çka po ndodh me fatin e tina. Mirë po ndodhshin edhe këto.